Ne sot kemi marrë urdhëresat e gjykatës për mbastisjen e shtëpive të lokacioneve të 47 personave, mesin e tyre një person juridik, dhe po ashtu mund konfirmoj para ju se këtij aksioni ka paraprir edhe aplikimi i masave të veçanta hetimore. Fjala është për keqpërdorimet që janë bërë në Byron Kosovare të Sigurimeve. Cak i hetimeve, në mesin e hetimeve pra janë ish drejtori ekzekutiv i BKS-s dhe ish drejtori i departamentit të hetimeve, po ashtu të Byros Kosovare, departamentit financiar faktikisht të Byros Kosovare të Sigurimeve, të cilët duke keqpërdorur autorizimet që ju kanë besuar nga BKS-ja, ju kanë mundësuar personave të ndryshëm, përmes personave të ndryshëm dhe vetvetes që të bartin transakcione të ndryshme, ku kanë arritur përfitimet më dha për vete dhe i kanë shkaktuar dëm të madh Byros Kosovare të Sigurimeve, po ashtu kanë keqpërdorur autorizimet ekonomike dhe kanë përpiluar dokumente të falsifikuara, të cilat ne deri në këtë fazë kemi vlerësuar që ato dokumente të dyshuara faktikisht i kanë përdorur si të mirëqena dhe përmes kësaj i kanë shkaktuar dëm Byros Kosovare të Sigurimeve në vlerë prej 1.043.000 euro. Ne kemi arritur që të sigurojmë 166 transakcione të dyshimta. Në mesin e tyne, 25 transakcione kanë të bëjnë me 12 persona, me të cilët kanë arritur ujdi fiktive jashtëgjyqësore, kinse për përfaqësim si të autorizuar përfaqësues të personave që më herët kanë pasur aksidente në komunikacion dhe i kanë kompenzuar në vitin 2022 dhe 2023 përderisa persona të tjerë veç se kanë qenë të kompenzuar qysh në vitet më hershme 2016 dhe vitin 2017, po ashtu kanë aplikuar edhe 141 transakcione tjera të persona të ndryshëm pa asnjë dokument të vetëm, dhe kanë bartur shuma të ndryshme. Shuma më e vogël e transaksionit ka qenë 6.800 euro, përderisa më e larta ka qenë 68.000 euro. Aksion të sotshëm i kemi pas target 46 persona fizik. Dhe ka përfunduar aksioni me 39 persona të arrestuar, për të cilët prokuroria ka lëshuar vendim për ndalim. Po ashtu nuk ka pasur regjion që nuk ka pasur mbastisje dhe kontroll dhe arrestime në ditën e sotshme lidhur me këto keqpërdorime. Vlen të theksohet se sa i përket sekuestrimeve, kemi sekuestruar të holla kesh në vlerë prej 23.700 euro, kemi sekuestruar ari, aksesor, orë dore të ndryshme, armë, pajisje elektronike dhe gjithashtu kemi pas bashkëpunim dhe koordinim të ngushtë me njësinë e inteligjencës financiare dhe kemi arritur që t'i bllokojmë të hollat në vlerë prej 1.300.886 euro. Operacioni është organizuar në shkollë vendi për shkak të shpërndarjes së personave të dyshuar. Ky operacion ka përfshi angazhimin e numrit të madh të zyrtarëve policor, rreth 400 zyrtarë policor janë angazhuar, edhe pse kemi pas kushte meteorologjike jashtëzakonisht të vështira sot, gjithçka ka funksionuar sipas planit dhe të gjithë zyrtarët policor kanë kryer detyrat e tyre me sukses të lartë. Ky sukses apo ky rast ka rezultuar me sukses të jashtëzakonshëm dhe ka dëshmuar bashkëpunimin shumë të ngushtë që ekziston mes prokurorisë dhe policisë. 39 persona dhe t'i ndalojmë njëjtit, përderisa 7 prej tyre në bazë të veprimeve hetimore dhe operative në terren rezultojnë që janë jashtë Kosovës. Mirë po, veprimet hetimore nuk do të ndalen në drejtim tyre dhe secili për atë, për veprimet që i ka bë dhe kundërligjshmërinë e tyre do të përgjigjen para organeve të drejtësisë. Ne po, në mesin e të arrestuarave janë dy edhe ish drejtori ekzekutiv i BKS-s edhe ish drejtori i financave. Në këtë moment që po flasim, shumica prej tyre janë duke intervistuar në stacionet policore.